Kthehet në episodin e radhës të Gossip dhe të fundit. Jo, është para fundit më duket. Jo, i fundit është. Pse nuk është para fundit kë? Jo, i fundit është. Po, do të isha përgatitur për skandale të fuqishme. Si ndjeni të lumtur, ndjeni? Po, shumë. Renato shqyqys do bësh me atë ikjen. Edhe kishte komentuar një çun në YouTube, në YouTube, në Instagram kishte komentuar, aman Renato luteni, ju lutem që të vi, mos e leni me ikë ashtu, shikon çfarë aseti rëndësishëm je. Influencë shumë të madhe te publiku Renato, kështu që kujdes. Andro na ngacmojnë aty në komente në YouTube ke pa. Jo, goc. Nuk e di pse. Çfarë impakti? Ç'është ky impakt? Do të thënë që jam charmant. Ha? Ja. Po i bëni komplimente njëri tjetrit. Okej. Okej, ndryshojmë. Piglove. Ndryshojmë si u ka shkuar kjo javë këto ditë nxehta. Ka shku shumë hot. Siç komentojnë dhe ty Andro. Jo, hot s'm kanë thënë, tash. Aty afër. Okej, vazhdojmë me historitë apo më fal. Po i shkreti për e këshu i do se a verë një vendimin. Jo, për zotin nuk e gjova nga që isha thash raqitësi të dy edhe po. Më thuaj Renato. Kam asë sa probleme me thonë drejten, me këto mamit single, me këto vërtetë që kam bua. Edhe thash, desha ta theksoj pak një detaj të vogël, që para se të kemi kërkesat tjera. Mi lutem gjithë mamit single që keni dëshirë dhe më kontaktoni, që keni kondicioner në përshpia, jo, kam pas në 2 raste që ishim pa kondicioner edhe kam vujt. Ke punu në vujt, ja? Nuk e di nëse veni re kam ra qik. S'ke performu. Po, 20 kg rob. Si dia bësh Renato tani që s'do jemi me këto mamit single? Ku do i menaxhosh, ku do kalosh domethënë, ku do transferosh? Tani se di, domethënë kam goxha ftesa, po shqyrtoj ca projekte të reja tek Opinioni ose po ti s'ka mami single do Opinioni ka vetëm burrat martuar dhe po bëhet një risi nga Blendi, po bëjmë bashkëpunim me Blendi Fevziun. Po që të kemi një lloj rubrike të re që është çdo prende ti je vetëm me mami single ftuar domethënë. Po që bëj konfrontime idesh. Do ftosh një ditë? Patjetër. Po ti Andro çdo nga ajo rubrikë. Unë do shoh, a kupton? A ti je publik me pagesë? Jo, unë do të shoh. Do të shohësh pra publiku. Po mirë, 10.000 lekë pse është pak. Kush ti fal sot 10.000 lekë? Po them se është pak, thjesht po shoh se çfarë kam një atyra që mund paguash. Okej. Shkëputje. Vazhdoj me historitë. Vazhdoj me historinë e parë. Po më duket si kjo që sapo the tash, falë, më duket si ajo kiqja që i thot doktor Skerdit. Vole tash. Mund paguash edhe më mirë Skerdit. Referencë frikshme. Hey Greta. Hey Greta, po jo, a di çu? Jo, hey grupi. Okej. Hey grupi, po flas, që ka një çon. Po flas në një vajzë që më pëlqen shumë. Është shumë e mirë e zgjuar, di çfarë do, ka humor. Është ai njeriu që të gjithë e kanë qejf dhe krijon atmosferë pozitive në çdo festë apo takime shoqërore. Shpirti i grupit, domethënë, dhe më pëlqen kjo gjë, por un kam akoma shumë pasiguri me veten. Kur jam me të, ndiem sikur jam në një lloj presioni që duhet të bëj sforco për të qenë në nivelin e saj. Më duket sikur s'kemi balans, më duket vetja si merhum. Jo, tani e di që këto janë pasiguritë e mia sepse ajo kurrë nuk më bën të ndihem keq. Por s'dia ja vlen me e kalu gjithë jetën duke dyshuar në vetvete. Ç'do bëni ti në vendin tim? Vazhdoj i lirë sepse unë kam çik kështu, po e përpunoj. Okej, më rregull. Them drejtën që për hatër dashurisë që ka kundrejt Gocës, dhe nëse do ta shoh atë të lumtur, nëse nuk ja del dot vet. Jo, pa ti shiko. Të lutem. Po jo, kurse episodi fundi. Mos ka lot të gjetë zilja e lehtë. Jo, kjo është zilja më e thjeshtë. Okej. Ai ka besim te ty, çfarë do bëni ty po të ishin në vendin tim? Ja, shiko, mos unë them ul atë në nivelin tënd. Shiko, vlen. Je ti mashkull ti venos, kështu që. Po si mund ta ulë në nivelin e vet? Po, ti thoj rri mirë. Po s'di Ky njeri ka probleme
mendore, shumë tekstuar. Shumë preciz, duhet ta pranojmë, shumë preciz në mendimin që jetë, shumë i prerë. Po normal. Por do të jesh i ftoftë në ca vendime. Shumë i ftoftë. Sa po dhe. Jo që i ftoftë. Je akull, je kallkan. Me këto mendime. E preve fare më atë çunë. Unë mendoj që do i thoja mos plasi fare, ti je më i miri, siç motivon ti shokët tuaj apo. Do të jetë ky, apo do të thë rri mirë tash atë të bëj. Mos le gjeste. Mos le gjeste ti shpirti festës ti. Ai u lutoi rri me mua. Shiko, bindu. Përveç saq po thot Renato, që edhe vlen, ka ca raste që disa njerëz atë projnë, do ta pranojmë tash. Nuk e di është nga këto vajzat që e pron kjo, po mënyra si e përshkroi ky djali duket që ndihet shumë inferior ndaj kësaj. Po s'ka pse, sepse ajo nuk e bën të ndihet, thjesht ky ka pasiguri në vete, sikur nuk është mjaftuar shumë i mirë. Shiko, edhe me goca ndodh kjo gjë. Po absolutisht, pra ne po them, ky mendoj që duhet dali pak nga kjo guacka e vetë pasigurisë, edhe të bëhet pak më shumë aktiv. Ti bashkohet sa i gocës në këto aktivitete. Tash ti bashkohet grupeve sataniste. Ti bashkohet sa i gocës në këto aktivitetet që kjo bën, sataniste jo. Edhe tjetë sa më vetvetja do thoja unë, sepse në fundit ajo e pëlqen atë për atë që ai është, jo për shpirtin e festës e këtyre të tjerë. Ndonjëherë këto kahet e kundërta të rriqen, kështu që ndoshta ajo do të jetë më i urtë. Janë si polet kundërta. Polet kundër, bravo Renato, ma morë fjalën nga mendja. Okej. S'po thoya nga goja se duket kështu. Kështu që mendoj që këta duhet vazhdojnë të njihen dhe në momentin që ky e shikon që nuk është pasiguri e tij, po thjesht nuk përputhen në atë të vetën, të shohin opsione të tjera. Kaq. Që mund të jem unë. Ajo ishte zgjidhja e thjeshtë. Apo ai është zgjidhja më e thjeshtë. Jo, mos e dëgjoj Renato. Sepse realisht edhe vetë jam në këto nivele, prandaj po them. Absolutisht. Ky njeri do më marr jetën. Mos e dëgjoj. Shiko, un po të flas tani nga ana e vajzës që ti se këto të dy e kënaqen me mendimin, mendova se do të thonin plako, mos ta ndjej fare, duhet të kesh super vetbesim. Vajzat vdesin për një mashkull që ka super vetbesim. Domethënë ka besim në vetë, edhe nëse je si urith në pamje, ama ti ke vetbesim, thot, shiko se ky tipi ka karakter, ky tipi ka vetbesim. Domethënë tipi vet e bën atë që ta doj më shumë dhe ta tërheqë, që thotë që shiko se mua me këtë tipi nuk është se po mban vetëm kjo gjë, po thjesht të jesh pak më energjike. Kështu që ti, përderisa kjo vajza ka arritur në atë stad që ajo të pëlqen ty, del me ty, kalon mirë me ty, atëherë dhe ti duhet t'i japësh e çik vrull dhe mos të rish si pseudonimin që i kishe vendos vetes me hum. Jo, ja pra këtë nuk duhet ta bësh, po duhet ta rrisësh veten tate. Domethënë duhet ta kesh. Duhet jo. Një mashkull i vërtet nuk e ul kur femrën e tij, po përpiqet që ta shohë gjithmonë sa më lart. Jo ta uli në aspektin të ofendojë. Po jo ta uli në ajo që të marrë atë shpirti festës? Gën. Jo, pra se nuk është kështu. Ai thotë që është një vajzë solare, kështu që dhe ti bëu solar. Po bëj solar. Mos u ndje inferior, domethënë kjo gjëja që ti mendon se je nuk ekziston, është thjesht në kokën tënde. Nuk ekziston. Ja, mos i thash shkrill keq, e the që i thash shkrill keq. Pusha. Unë thash dil nga guacka, bëu çik më aktive vëlla tash. Pusha. Po. Okej. Ka të bëjë gjithçka me çfarë ndjen brenda dhe se si e shet ti vete. Marali. Kështu që ti duhet ta shohësh veten tënde. Shumë lartë dhe pse jo, ai djali që ti kur kape këtë gocën, mund të bësh dhe gjërat e tjera. A ti si do përkufizoja unë? Kjo gjoja është mene, voret me këtë mene. Mene, my lokshë. Mene, voret si... Mendje, përkthimi. Me këtë mene. Okej, vazhdojmë me historinë tjetër. Hello Greta, Renato dhe Andro. Kam nevojë për ndihmën tuaj. Më së shumti do dëgjoj këshillën e Andros, se me atë kam rënë dakord dhe në historitë të tjera. Po sa historitë apo s'ka çukit? Të lutem, jo, për historitë e tjera që kemi lexuar. Okej, ju doli skenari ju dyve prapë, ne vazhdoj. Është thjesht logjike, po ta dëgjosh dhe ta kuptosh, është thjesht logjike, thjesht je malok i trash. Mos halucinaciono. Tani, ju lutem mos më gjykoni. Unë isha në një situationship me njërin, po e dini vetë ju si janë këto, shumë intensive, të lodhshme, po kanë atë adrenalinën e vetë që unë vdes fare se më pëlqen shumë. Problemi ishte që fillova të lëndohesha shpesh dhe doja thjesht harroja këtë tipin dhe të vazhdoja jetën me lidhje tamam. Kështu që fillova të flas me një tjetër, nuk quhet rasti se ne në situationship ishim, kishim rënë dakord që s'jemi të lidhur.
Do që filloj të më pëlqej shumë ky tjetri, të më pëlqy shumë ky tjetri dhe I mbylla muhabetet me situationshipin e parë. Vazhdova me këtë, ky më qelloi akoma më keq. Jo stabil dhe nga këta që thonë jemi, po edhe si jemi, jo po pauza, jo po të dua, jo po nuk lidhem dot, jo po këto, kush e di, janë kanë qenë këto probleme, po kam shumë hallën kokë, jo po kam shumë punë, jo po se di se si jam mirë shpirtërisht. Se di ku më qellojnë mua këta, nga mutin mu domethënë, s'di ç'a të bëj se sikur kam krijuar imunitet, por thellë seriozisht dua një djalë që të më marrë më seriozisht, ose më saktë dua këtë. Si t'ja bëj? Dua këtë djalin që shiko. Ja, zgjidhjen. Për çdo histori është available për çdo A je gati ti? Sinqerisht nuk do të thënë është bërë si shaka, po realisht do të thënë janë kuotat janë këtu. Ti se merr seriozisht domethënë. Janë këto. A mund ta di që është situationship që ishte? Okej. Do e shpjegosh? Ta shpjegojmë. Situationship në ato është një situatë me një person ku jeni duke u njohur, por gjëja nuk shkon në një lidhje. Pra keni frekuentoni, dilni, njiheni, por asnjë nga ju të dy nuk është gati që të lidhet emocionalisht. Mund të ketë edhe lidhje fizike ndoshta, po. Domethënë situationship që të dy personat kanë rënë dakord që të bëjnë çdo gjë që bën një çift, po thjesht nuk e quajnë lidhje. Lidhje, po. Domethënë njerëz të papjekur. Po. Por, me që goca kërkonte mendimin tim, duke qenë që kam pasur shumë eksperjenca të mëparshme si psikolog I afirmuar. E thash bukur? Bravo. Nëse. Veni me efektet. Se te prova. Shiko, mendoj që ka bërë gabim shumë të madh, sepse kjo thaj që kur jeni në situationship nuk quhet tradhti kur flet me dikë tjetër. Është tradhti. Po vendos ti këtë. Kush je ti? Është tradhti sepse nuk mund të flasësh. Ja, se vendos këtë. Okej, ne kemi rënë dakord për një situationship. Mund të thoj për mendimin tim është tradhti, po jo është, sepse nuk e vendos dot. Mendimi im këtu do të merret shumë seriozisht. Po patjetër. A kupton? Prandaj ajo vetëm andror beson. Ai po pyet mua tani. Në rregull atëherë jepi. Po merr mendimin tim. Prandaj do të them. Dakord me ty jam andror. Unë mendoj që kjo është një farë tradhtie, sepse ti po një dy persona njëkohësisht dhe nuk I ke mbyllur punët akoma me të parin. Domethënë, jo I mbylli kjo. Jo pra I mbylli pasi njoh tjetrin. Dhe në një farë mënyre, ajo që ne I quajmë karma ndodh në jetë. Dhe e zuri këtë gocën, ai erdhi taksirati që siç nuk ta varte Si nuk ja varet I këtij tipit parë që të lodhi, tani ky tjetri që ti njohë do të bëj një të gjë. Dhe pavarësisht se është e lodhshme, mendoj që kjo vajza nuk do të bëjë më të njëjtat gabime. E kupton? Uj produksioni. Duhet që të Më shoh Si psikologu jot. Desh na vdiq psikologu. Në mision. Ç'është kjo që Ç'është u mbytë? Uj ne Mirë që kena mikrofona ujtë. Kthehemi në normalitet, pra siç po thoja, kjo vajza s'do të bëjmë këto gabime dhe nëse do një djalë që ta marrë seriozisht, nuk duhet ta kërkojë ajo djalin, po duhet vazhdoj jetën e vet, fokusohet tek gjërat që asaj interesojnë, pra shkolla, karriera, puna, më thash, dhe të mos fokusohet tek pjesa që duhet gjej patjetër një djalë. Nëse do kërkosh me patjetër që të njohësh dikë, do ndodhin këto gjëra. Do të gjesh një djem që s'janë gati të lidhen, djem që do të tallen me ty, që do të thonë jemi si jemi, sonte nuk jemi. Ishte kënga jemi dhe si jemi nesër. Kështu domethënë. Pra, mendimi im është mos kërko, por fokusohu tek vetja dhe kaq. Shiko, që jap një zgjidhje edhe asaj. Jo, pra se tonë vetëm mendimin e ëndrrës. Po jep një zgjidhje diçka gjë, ha. Ta shohim. Unë realisht, nga që do të edhe mendimin e ëndrrës, unë po them që dali një ditë me ëndrrën. Jo. Andro është në një marrëdhënie të shëndetshme. Po mirë nëse nuk do I themi njeriu. Ha? Real estate. Yes. Nuk do I themi njeriu. Kako, jemi live mes 1.800.000 si bie 1.800.000.000 njerëzve këtu. E çat çuni. Këto çuna në Shqipëri, nuk po gjejmë në Amerikë. S'mintereson. Këto çuna na duajnë që nuk e mohojnë të dashurën e vet, dhe thon, jam në një marrëdhënie të shëndetshme. That's it. I can't. Mund ta krijosh marrëdhënie të shëndetshme me këtë. Jo, sinqerisht, nuk e la për çfarë, për betohem jam full. Ka shtatori, po çikona. Nëse lirohen kuotat. Po, nga shtatori po ashtu le të më shkruajnë. Sinqerisht nuk jam për situation. Jam thjesht benefits. Po pra, nice, okay.
Nuk ka rëndësi, bër kaloj. Okej, unë s'po jap mendimin me që doja vetëm mendimin e ëndrës, A mos bëj kështu tash, ha, jep tani, ha. Vazhdojmë me historinë e radhës. Goca më shkruaj se bëna shaka, nuk jam. Po dal me një djalë që është shumë i sjellshëm, më trajton fiks siç kam dashur gjithmonë, por problemi është që nuk më tërheq aq. Ku di unë nuk kam atë klikun, ndihem keq sepse them a jam unë problemi që nuk di të vlerësoj njerëzit normal, se gjithmonë në lidhjet e mëparshme kam pasur lulli njerëzish të çuditshëm që nuk kalonte një ditë monotone. Ndonjëherë më duket sikur kam bërë kompromis që të rri me këtë se jam rahat, po s'kalon një ditë pa menduar që pse nuk e kam klikun. Mbase s'duhet të mendoj fare, si thoni ju. Është një gjë pra, në atë situatën e parë. Shumë lidhje janë. Më falni se lexova fjalinë e parë të historisë tjetër, mirë shumë përqesh. E di që Greta do më shaj me këtë histori, po s'ka gjë të paktën më mbroti. Shiko, pa kalu te historia tjetër. Yes. Ti japim rëndësinë kësaj goce sepse është vërtet e trisht se sa lidhje të pa si quhet më vlut. Konsolidume. Pa konsolidume kemi sot. Domethënë, njerëz njihen kot, konsumi i shpejt si fast food, njeh dikë, del 2 javë, marrë punë, shkon në shtëpi, i thos do flasim më. Që nuk ndoshta kjo mund të quhet se ç'është një gjë. Jetojmë edhe në një periudhë që njerëzit bëjnë fast life. Po pra, fast life, po puna është që këto gjëra duhen marrin kohën e vet. Po pra, fast life-i nuk është për gjithë. Është për ty, ha? Jo, varet se si e përjeton, se si do ta shijosh atë fast life. A mund të fokusohemi pak te historia e gocës? Po, atë po thoja sepse dola nga tema. Po thoja që kjo vaj Jo. Mirë, lutem Renato, hajde, lutem. Hajde. Hajde se nuk bëhet sinqerisht. Mirë, okay. Tani të lutem ta mbaroj mendimin tim. Mbaraje. Se që të në radhe kamera. Zoti ma. Çfarë po ndodh këtu më? Që jam i mallkuar. Çka po ndodh këtu më? Unë që ashtu mbyt kamera që ashtu u thyer seni që tura, nëse. Pra, po thoja, nuk mendoj që kësaj mungon kliku. Lutem me gishta. Nuk mendoj që kësaj mungon kliku, thjesht mendoj që kjo po e sforcon shumë veten për të pasur një klik. Për të përshtatur me dikë. Për të përshtatur me dikë. Është një gjë si me atë historinë tjetër me atë vajzën. Nuk duhet ta sforconi o vlla një lidhje ose një njohje me dikë tjetër. Qofse nuk e ndjeni dhe shikoni që nuk ecën, thjesht stopojeni, ka shumë gjëra të bukura për të bërë atë jashtë. Ka edhe një person për ju që po ju pret. Po nuk mund të shkoni dhe të me njerëz të tjerë dhe pastaj kur të njiheni me dikë tjetër thoni s'po më hecën. Po normal s'do të heci. Su mërzita dhe unë. Qëtëso, reagim nga produksion. Ka dhe një person tjetër që për prata për jo? Po, ishe ti, po, se përmena, po. Okej. Unë besoj shumë tek kliku dhe tek energjia, do më thonë, o e ke ose ke, nuk është një gjë që ty të ndërtohet me kalimin e ditëve, ja se po pres si muaj, ja se po pres 2 muaj, por nuk jam dakord me një gjë që tha Andro, që Pse? që njeh njeriu do njoh. Nëse nuk të ecën me dikë, nuk do të thënë që është fundi i jetës dhe unë nuk do njeh më, unë do dal në date, unë do njoh njerëz të ri. Nuk është që po bëj 2 date tani unë nuk njoh më dhe do rri 2 vite, nuk do flas më askënd se jo, njeriu do vazhdoj të njoh, do flas, do shoh me kë kush mund t'i përshtatet, nuk po them mund ta shohë njeriu, por po ç'është kjo që unë thash, po s'do dal ose jo, po thoja këtë, që nuk mund do të ketë dikë. Po pra po. Kjo dëshira për të pasur patjetër dikë shpesh çon në gabime që më pas nuk kanë aq thjeshta për të kaluar, se të njohësh njerëz, ta sforcosh veten të njohësh njerëz vazhdimisht për të gjetur të duhurin. Kjo thotë që kam has gjithmonë probleme sepse nuk kam pas klik e gjë, ndoshta unë mendoj që personi jot ekziston atje jashtë dhe unë besoj shumë te kjo gjëja që unë jam mrena. Çdo unë besoj që çdo njeri e ka fatin e vet atje janë. Nëse ti je shumë e ngjitshme, që jep shumë dashuri, je shumë ekspresive, është dikush atje jashtë që është kaq i ngjitshëm, kaq ekspresiv dhe që do të kthej dashurinë në të njëjtën mënyrë. Nëse je një njeri që je më ftohtë, më kështu prap do jetë ai dikushi siç e don ti atje jashtë. Ai që don ti ekziston. Kështu që po mund të jetë mos e harro këtë gjë. Edhe unë tani jemi të sinqert. Jo, këtu është sigurt. Thash diçka gabimu që thash që mos e sforconi shumë, ku diun jo. Jo, shumë mirë ishe, bravo. Faleminderit koleg. Po. Mendim, ha, jepi. Mendoj. Ne do të çfarë? Hajde ditën e mirë faleminderit. Ne do të çfarë? Problemi i kësaj gocës është në faktin që ta kuptoj dhe të ketë atë klikun që ndoshta po e kërkon, është që
ti jap akses këtij që të shkojë me një gocë tjetër. Çfarë kuptimi? Vazhdojmë historinë. Jo, ka thënë arsye, sepse duke shku partneri i saj me një gocë tjetër. Do bëj xheloze kjo. Do ta ndjej, a është xheloze vërtet, përjeton, pra është një lloj sakrifice. Jo, ajo është ego pastaj femërore, nuk futet shumë te xhelozia. Jo, duhet ishte xheloze që tani për të folë apo për shoh. Duhet admiruar mënyra se si mendon jashtë kutis ky djalë. Tani të lutem. Ti çka ke pirë, sa çka ke dhënë ti sot ai ke korruptu. Me lejo të lutem të marrë mendimin. Faleminderit. Jo, thjesht po e thoja kështu. Tani unë mendoj që ta provoj si ndjenjë, ka raste të veçanta që për dashurinë duhen bëhet ca sakrifica të forta. Rasti i kësaj gocës është i tillë. Nuk e zgjodhi kjo, ashtu erdhi. Ideja është e detyruar që ta bëjë këtë sakrificë dhe atë do përjetoj vërtet atë klikun dhe ndjesinë që ka. Jo, pra, se nëse kjo do e donte, do kishte xhelozin që tani, pa shku fare, se po e lanë me shku deri në atë pikë. Janë shku, po thot nuk manez llam po plak. Nuk manez. Janë situata specifike që unë i kam studiuar në Cambridge. Do të thënë ku është kjo do të Vilale? Jo, se i kam pa, me vërtet, do të thënë. Na stirë të rrethrotullimi. Në Cambridge. Shkolla Wilson. Do të thënë në Cambridge janë këto situata delikate që quhen relationship based on something, e kupton? Diska lidhje me këtë. Po, edhe në rasti konkret i kësaj gocës është ky që duhet të bëj këtë lloj sakrifice. Pastaj nëse ndihet keq dhe ka nevojë për ngushëllim, I'm here. Nuk jam jashtë, është brenda. Okej, vazhdojmë me historinë tjetër. E di që Greta do më shaj me këtë histori, po s'ka gjë të paktën më mbroti Renato. Teatri nuk e përmend. Absolutisht. Po ishte pore pro. Përmenda një herë tani unë e kupton. U njoha me një vajzë dhe i thash që në fillim që s'dua lidhje, por xhelozova keq fare kur e pash me dikë tjetër. Do thuash ti Renato që s'kam të drejtë se vetë kërkova këtë lirinë dhe marrëdhënie pa presion. Po çfarë ti bëj që bëra gabim? Asaj nuk i thash gjë se po pres të marr mendimin tuaj. Po e di që po të lidhem prap do bëj gabim se mund mos jem shumë besnik. Do përpiqem, por e njoh veten dhe e di që s'më ribytha në vend. Kam frikë se e dua dhe s'dua ta lëndoj se është shumë gocë e mirë. Renato, s'kena për ty. Okej. Tani, ka një problem që gjatë kësaj periudhe që ndoshta kjo goca mund të jetë duke qëndruar me dikë tjetër ose vetëm. Është në një lidhje me dikë tjetër. Lidhja jo aktualisht. Po pra, jo kjo goca ishte duke u njohur me këtë çunin dhe ky çuni ka thënë se unë s'du lidhje. Shumë dakord. Dhe ky e ka pa që ka dalë me dikë tjetër dhe është bërë xheloz. Është bërë xheloz. Po ky thot tani unë dua këtë, thot se po prap nuk e di ç'a të bëj se me ne në lidhje unë jam shumë besnik. Ha pra, kjo është kleçka. Tani ka një problem që gjatë kësaj periudhe duhet stërvitet ky që të ditë muloj mirë tradhtin. Me kupton? Domethënë do të jetë shumë fleksibël, shumë detajist. Kësaj gocës patjetër që duhet t'i thotë që e do, mos ta lësi mundësi për ti. E kupton se nëse është një gocë e mirë. Edhe pjesa tjetër është që duhet stërvitet shumë te kjo pjesa që ditë tradhtoj. Ku ta blej këtë kursin? Ku ta blej këtë kursin? Në Cambridge. Aty kem sportive se. Edhe duhet jetë shumë i aftë tek pjesa, domethënë e manipulimit, situatës, çdo. Kështu bën ti apo? Për shkak për hatër të dashurisë gjithmonë. Sepse dashuria nuk mund ta le të ikë, e kupton? Absolutisht, mund ta le të ikën, por tani çat, s'do bëjmë 2-3 çefe se rëndë. Jo, po shiko pak, ai po treguohet shumë njerëzor. Po. Jo, s'po bie tërmet, Greta, janë thjesht lotët e gocave që janë dar. Okej. Nëse. Po thoja që ky ka bërë gjë shumë bukur. Që ky ka thënë, unë s'kam qenë gati për një lidhje dhe lash të shkoj. If you love her, let her go, si ka thënë ai. And you let her go. And you let her go. You let her go. Edhe ç'është ka bën e ki. Po ball mirë ka bën. E laki se kjo do të e do të kët. Ki tha, shiko se unë zbohem, nuk bohem, tha, nuk jam sonde për kalqeto. Jam sonde. Edhe kjo tha, okay, tha, po shkoj tha dhe po njoh dikë tjetër që më vlerëson për. Që shumë mirë ka bërë. Po. Tani këtij dogji. Dhe ky po pyet, a ja vlen të lidhem thot dhe të ndjek dashurinë por duke ditur që unë do tradhtoj?
S'kam shumë besim thot se di jam shumë i lëviz. O shumë kur do e kuptonin fal Andro që se unë zefa pak tani. Kur do e kuptoni që dikush që të do është besnik. S'ka lidhje. Dhe jo nga pusho. Dikush që të do nuk të tradhton se nuk ka sy as zemër për një femër tjetër nuk e tërheq. Jashtë mos ndërpre. Pusho. Nuk ka as sy, as zemër për një femër tjetër sepse është i përkushtuar ndaj teje dhe është vetëm i eksituar ndaj femrës së vet. Asnjë femër tjetër nuk jep atë ndjesin që jep femra e vet. Harrojeni këtë. Gret, lutem, se ndërkohë që po thua eksituar, purpulli po më shef në dritë syrit dhe nuk ndihem rehat. Ndjesinë e emocionit, ndjesinë e hormoneve, ndjesinë jemi të rritur. Epshin, pasionin, nuk e jep dikush tjetër që ai ju dashuron. Ja, po kështu i bie që kemi gjithë tradhtar. Do të jap një shembull. Nuk të tradhton dikush që të do, kështu që ti çoni dashur nuk e do këtë gocën, thjesht po gënje veten tate. Edhe unë them do më plagë. Je duke gënjur veten tate që e do, sepse nëse do e doje, do e rrije me këtë gocën dhe nuk do të tradhtoja. Ka mundsi? 1 minutë ju lutem. Andro iku. Po prezgori Greta sepse kam një mendim shumë bukur. Edhe unë kam një super mendim. Po s'po vleni asnjëri nga ju. Shiko sa meshkush jeni, mo çfarë. Po vërtet, po flet gabim dhe po vërtet. Jo, ti po ndërpret dhe s'po mlen ta shpreh mendimin tim. E pat Andrën çfarë kur tha un kam një marrëdhënie dhe kam një të dashur dhe respekton të dashurën e vet sepse e do të dashurën e vet. Ti nuk e do këtë gocën. Ti thjesht doni den që kjo goca të jetë me ty. Ti thjesht do iden që kjo goca të jetë me ty. Dhe bolli fute njerëzin në sherr, ti se ngel duke ndaj gjithë miletin, se më as s'ka ne. A mund ta them një mendim, të lutem. Është shembull që do trondisi internetin, okay. Internetin, botën, do thy barriera. Po. Shumë. Kjo që thut ti, ua, pas ka plasi puçur. Më jeti tash të kishim sponsor për puçra. Hey. Keni puçra. Tani, di një rast konkret që e hedh poshtë gjithë këtë dashurinë e madhe që çunat duhet të jenë të mirë, duhet të jenë kështu, sepse kur janë të tillë, femrat nuk kënaqen kur janë gjithmonë me naze, me teka, bipolare, pra janë një miks i madh. Po. Rasti më i fundit që ishte dhe tronditi realisht botën dhe mendimet të çdo lloj gjëje tjetër të mundshme, ishte kur Ricardo Kaka u nda nga partnerja e tij dhe justifikimi i partnerës së tij se ishte shumë perfekt. Po, e vërtetë është. Tani, do të thënë, ti shkon në pikën që ndash sepse ishte perfekt dhe nuk tradhtote, nuk sajote kështu parti, ishte besimtar, ishte i bukur. Po mirë, kjo ka të bëjë me energjinë, kjo ka të bëjë me pjesën që si dihet. Disa vitesh të lumtur, arsyeja ishte perfekt, mbara energjia. A mund ta them diçka? Nuk mbara energjia. Jo, nuk e dash. Po si më nuk e po thjesht nuk e dash. Tani. A mund ta them diçka? Po mirë, ne brenda zemrës atyre. Po. Shiko. Plus ta atë nuk e doja. Se sa nuk e doja. Nesër pas nesër u martove. Nuk e doja. Si derthi bytha. Ë? Pse s'e tha? Ti Renato martove nesër pas nesër. Çfarë do të bësh? Se tha nuk e doja. Se tha nuk e doja. Ata them diçka se tha nuk e doja. Je shumë i trash për diskutim. Se kështu jeni ju femrat. Edhe plagu aty si shkot të tjerat, mos u merr fare me atë. Vazhdo me goca të tjera aty, bot shef o plagu se do vi njëra aty se do trip pins ty. Gjo, okay, në rregull, jo kaq radikal. Po jo, ma carohet tash. Mirë di jashtë. Jo! Duke i arroju në atasi. Po Andro? Dhe si shpo thoja? Po Andro? Si shpo thoja? Shko vlen kjo që thot Renato, sepse ka vërtet mishkuj që... Ore, hajde më buru, në gjo se kam... Merë në parë që i tha Andro, hajde më... Kam një gjë shumë interesante për tënë, se shiko, dashuria në vetvete nuk është matematik. E kupton? Pra, duke thënë këtë, vërtet ka mishkuj që janë perfekt për goca, dhe ato thonë shiko, ky nuk bën për mua, si rasti Kakas. Po ky rasti është tjetër, ky nuk ka besim tek vetja. Dhe sa njerëz njohim ne që nuk kanë besim tek vetja para se të hyjnë në lidhje. Shumë veta.
Dhe unë prandaj do t'i inkurajoja këtij djalit, pavarësisht pasigurive që ti ke tek vetja jote. Kjo nuk do të ndaloj ty të ndjekësh dashurinë më djal. Jo, o plaku, se po sepse ti mund të jesh shumë i sigurt tani, por lidhesh me dikë dhe e tradhton. Ore, ky e sigurt është që do, por ky ka problemin që do shikoj edhe shal dhe byth kur dal prapë në rrugë aty. Ky paktën është i sinqert. Absolutisht që janë të ndusë. Jemi çuna. Ky paktën është i sinqert. Po çka kemi lind? Për të vdek. Po jo, për çumu, racën. Njerëzore. Pra, siç po thoja, Ti Renato do ngelesh ndër kështu si e keni, do të marrë as si gocë nga që do shofi këto podcastet e këto mendime të shpifme që ke ti që do vetëm e tradhtu. Do shkosh 40 vjeç edhe do jesh kështu apo me këto mendime. Në mentalitetin e gocave shkon tani. Unë po them jam këtu me kërkesa sepse mentaliteti i gocave është që unë mund ta bëj për vete këtë dhe nga që ka shumë kërkesë tani, e kupton? Sepse gjitha thojnë si ka mundësi që ky nuk kapet Allah. Është fluksi. Si është? Çan kam unë, e kupton? Se kam këtë njeri dhe ka goxha fluks, edhe nuk është refluks apo refluks apo fluks? Jo, refluks. Refluks, detergjenti rrobave. Çuna. Vazhdo me historinë tjetër. Gjithë kemi dhënë. Jepi plago. Që më shkatroj. If you love her, që let her go. No. Hello Greta, vetëm Greta ka thënë. Dua të lutem ja. Hello Greta, dua të tregoj një histori se e di që vetëm ti mund të më bësh të therras mendjes. Jam e lidhur kam gati 5 vjet. Kemi qenë në marrëdhënie shumë të mirë, stabil, pa drama. Her pas here ky bën dhe udhëtime me çunat. Herën e fundit që iku me çunat jashtë shtetit, më tha që hapi Tinder andej për të bërë gallata me çunat. Okej, shumë mirë, sinqeritet. Po. Me thënë të drejtën s'më erdhi mirë si për gallat tregojnë Barsaleta nuk hape Tinder. Nëse ja thash që s'më pëlqeu dhe më tha, "Hëmi si bën dhe ti sigur çka ka." E bëri të duket si situatë normale. A është normale? Është. Një këshill pastaj Një këshill edhe nga çunat, ju lutem, ju përqafoj fort. Ne pra ta jep këshillën. Po jo, ta jap unë herë, me që më kërkoj mua dhe pastaj flisin dhe ju dhe mos më ndërprej asnjëri nga ju. Renato, sutup. Po si moj goc, ke 5 vite me të dashurin tënd. Ke 5 vite me të dashurin tënd dhe minimumi i respektit që është ndaj teje, është ai të ketë aq burrëri dhe ti thotë çunave, di si është puna, ju e dini shumë mirë që unë jam me një partner dhe kam 5 vite. Dhe ato duhet ta respektojnë këtë gjë për të bërë gallata me Tinder të bëjnë ato shokët që janë single. Jo ai që është i lidhur, po flas. Mos ndërpre, jo s'ka të bëj me gay, ka të bëj me respektin dhe dashurinë që kanë ndaj partneres vet. Dhe çunat i urrej këtë lloj shokësh që të shtyjnë të bësh kështu gjëra se nga që janë vetëm si single dhe si midhje vetë, se s'kan gjetë një partner, duan të prishin punë dhe ty. Ta bëjmë dhe këtë shokun single që ta vinë mas fies. Dhe jo, nuk ke fare gabim, ti ai thjesht po të manipulon dhe për t'i bërë qefin shokëve është i gatshëm që të humbi ty pra partnerin e tij, kështu që jo nuk qëndron kjo gjë dhe duhet ta kishe bërë një big deal këtë gjë, sepse nëse ai të respekton ty, nuk ka asnjë shok, sepse shokët ndonjëherë dhe të prishin punë, zemra ime, po se merr vesh ajo, po se kështu, jo, ai duhet të jap ty vendin që ty të takon dhe thotë jo, shoku ju që jeni single bëni sepse ju e dini që unë kam një partnere dhe kaq muhabeti, mendimi im. Tani kë duash mirë përbas. Tani, me që donte dhe mendim nga çunat dhe na përqafonte shumë dhe ne të përqafojmë virtualisht. Situata është kështu. Gjendemi përballë një lidhje 5 vjeçare dhe një djali që hap Tinder për gallat. Vajza që është në krah mërzitet, çfarë do të bëjmë? Atëherë. Sa serioze është situata thonë janë? Nuk besoj që është aq serioze sa e bën Greta. Jo, është. Nga një veprim i vogël i një gjë shumë e madhe. Po pra, këtë do thoja. Ai bën të Tinderit. Mikrofonin Gret. Herën tjetër i thon shokët që di si është puna, ikim me pishin që janë vetëm me femra, po s'ka gjë se ti je i mos bëj gjë. Por do të shty shoku prap. Këtu do dilja. Se çash i dashuria është kukull menaxhohet nga shokët. Këtu do dilja. Po jo po menaxhohet nga dashura. Një sekond. Jo nga respekti dhe dashuria. Njeriu ka parime dhe sedër. Njeriu ka parime dhe sedër. Tani, po dilja diku. Po çunat pra martohet me çunat, hapi Tinder. Shikoj se nuk ka nevojë për dramatizime, e kupton? Janë dy persona që kanë 5 vite në lidhje dhe njohin njëri tjetrin mjaftueshëm.
Kjo vajza ndoshta e di që kjo hapje e Tinderit në vetvete nuk është ndonjë rrezik për marrëdhënien. Ama siç tha Greta, gjërat e vogla mblidhen dhe nesër mbas nesër bëjnë diçka më e madhe. Siç thot, mund ta marrin shokët dhe influenca e shokëve mund ta çojë duke bërë diçka më të keqe, ai prapë do ta normalizojë dhe duke normalizuar këto gjërat e vogla, duke i thënë ai kësaj ha mos se kjo s'ka gjë, mos se kjo s'ka gjë, nesër mbas nesër mund të normalizohet dhe një tradhti potenciale. E kupton? Bravo. Pra, në këtë moment, fakti që ka hapur Tinder për lojë, dhe i ka thënë dhe kësaj, është treguar sinqerisht, ndoshta nuk do i kishte thënë fare, mund ta kishte bërë Tinderin dhe s'do t'i kishte thënë gjë dashurës, por e ka normalizuar. Pra i ka thënë që shikon, e kam hap Tinderin, po që nuk e kam hap për ato arsye që mund të mendosh ti. Mendoj që këtu do të vendosem ca limite, edhe pse keni 5 vite që njiheni, kjo nuk do të thotë që me kalimin e kohës ju do të bëheni si motrë e vëlla me njëri tjetrin dhe ose si shokë dhe shoqe dhe pranoni çdo gjë tani dhe jeni familje. Duhet i keni mbi gjitha respektin për veten në këtë marrëdhënie dhe kjo vajza për mendimin tim ka bërë shumë mirë për veten e vet, që i ka thënë që kjo s'më pëlqen. Po dhe ai se ka respektuar. Dhe ky djalin nëse është aq i zgjuar mjaftueshëm sa ta mbajë një lidhje 5 vjeçare, duhet thotë, shikoj se bëra një gabim, një budallik të momentit që pse mendova kur isha me çunat në Tajland ose ku ishte, por tani nuk do e bëj më. Pra, nëse ky veprim nuk përsëritet, nuk mendoj që ka aq seriozitet as sa thot Greta. Kur që e ka që influencoka nga shokët vaj po shikoj, më dëgjoj mua Greta, se më beso se influenca e shokëve ose shoqërisë në përgjithësi është goxha e madhe, nuk mund ta mohojmë. Po pra, po një shok i mirë që e din që ti je i lidhur nuk të vën atë pozitë ty. Absolutisht, po që miqësi. Që ti zgjesh me të dashur një shok i mirë. Ja, varet. Miqësi në përgjithësi, ka situata që edhe shoku është i lidhur. Po pra, këtë po thonë që miqësinë në përgjithësi nuk mund ta kontrollojmë. Po pra. Mund ta zgjedhim absolutisht, pra mund të zgjedh shoqëri më të mirë, por që ndoshta ata i ka shok shumë të mirë, ndoshta mund të ketë kushëri, mund të ketë edhe njerëz shumë të afërt. Pra nuk mund të jap po çunat mund të jenë edhe njerëz i njeh prej vitesh. Pra, po kjo s'do me thonë që dikush po nuk mund t'i kontrolloj veprimet e nuk e di më shikoj, dëgjoj pak, është situatë e tillë. Nëse di po mirë nëse që kanë lidhur akoma më keq, ai bë kanë dashura vetveta. Jo, është situatë e tillë. Si gjos kanë bërë. Tinderi ç'a, është sinjal për të dhënë femra më të vend për të jo. Është për gallat, për formën tjetër dhe kjo është mund t'ju jap një shembull konkret. Sneaky cheating. Tinder gallatësh. Mund t'jap një shembull konkret se po e bëni kështu si gallat. Je me dy shok një udhëtim. Ata dy janë single, ti je i lidhur. Ata hapin një profil Tinderi dhe futen jo Tinder, çan këto që Azar, Azar. Po, hapin një Azar që flet me kamerë dhe rrin aty, ndërkohë që ti je në dhomë me këta. Tani fakti që këta po flirtojnë me femra të tjera dhe ti je pjesë e atyre asaj që ata po bëjnë, nuk do të thotë që ti po e tradhton. Pra mund të ketë qenë një situatë e tillë që ata kanë hapur një Tinder, e kupton? Për të tallur me femra dhe ky ka qenë prezent. E marr si shembull. Domethënë se çfarë mund të jetë një situatë konkrete. Po kjo që po thotë ndryshon nga kjo që kanë shkruajt. Pikërisht pra, sepse ka lloj influencë, ka shok që ti kontrollon se çfarë mund të bëjnë, ka edhe shok që ti si kontrollon dot. Prandaj edhe unë besoj që nëse kjo gjë nuk përsëritet, nuk përbën shkak valla për tu nda ose për ta bërë serioze. Besoj unë. Ama nëse kjo është diçka që ka bërë vazhdimisht gjatë 5 viteve, jepi dorën, shnet. Si mendon ti Rino? Hajde, mendimi im. Lutem, ka mundsi një herë në jetën tënde mos ti jesh pro tradhtis? Okej. Dhe ti mbrosh to goca se komentet të kanë keni krijuar një koncept gabum. Nuk kam qenë një herë pro tradhtis. Gjithmonë ke qenë pro tradhtis. Absolutisht asnjëherë. Njëherë kam thënë ka momente dobësie, sepse un kam studiuar njeriu. Renata. Si qenie. 4. Në teatr. Vazhdon pak këtu. Tani duke marrë me këto studimet dhe gjitha këto situatat. Fakti që ky ka treguar që ka hap një Tinder. Tregon haptasi që kjo nuk ka qenë tradhti. E para, e dyta. Ka qenë me çumnat, kanë qenë duke kalu mirë, mund të kenë bërë ca shaka. Ultimi këto ka. Jo, nuk ka të kesh tendencë për të tradhtu të dashurën tate për të bërë shefin çunave. E treta, mund të duket e rënd, por një mendje që është e hapur, e zhvilluar, e trajtojnë me shumë sportivitet. Edhe në rast sa i njohin një gos. Edhe nëse bën marrëdhënie. Do jetë një polake atje, do jetë një suedeze. E dia që do dilte këtu. Që do të takoj një herë në atë udhtim dhe s'do jetë më kur pjesë e jetës saj. Veç një herë. Sigurisht. Qa ndodhi? Marrëdhënie. Intime. Kaq. Finito. Pra,
nuk është fundi i botës. Kështu që thjesht ka hekat stresin, merren, do të thënë, shikojeni gjithmonë gjërat pozitive. Po, ja, është si kjo tavolina, e kupton se është shenja kineze? Që çdo e mirë ka i të keqe. Ka i të keqe, pa ama çdo e keqe, ka i të mirë. Kështu që ju shikoni anën e mirë, shikoni anën e mirë dhe mbyllet dhe ky emision. Po pse s'bëhet atë mosha më bukur drejtin. Po dhe shumë bukur o plak. Ah, okay, më rregull. Po fiks si shpreh kështu interneti dhe me këtë mbyllim dhe këtë ju përshëndes. Sezon emision. Dhe shihemi mund të them në jetën tjetër. A mund të them diçka? Po. Do të thënë, ju lutem shkruani se ishte mashtrima ja që jam dek. Që se dikush mund ta ketë pas seriozisht mendje edhe nuk shkruan se mendon që jam këtu, shkruani. Shkruani. Faleminderit shumë për gjithë përkrajin që na keni dhënë këto 2 sezone të Gossip, jeni bërë si miq tan më të mirë. Dhe ju dua shumë. Edhe ne ju duam shumë. Unë desha në fakt të falenderoj edhe Blendin, Greten për këtë oportunitet dhe mundësi që na u ofrua, se nga që vjen nga shkolla që kam pas Cambridge. Nga Cambridge. Edhe Andron si një bashkoleg intelektual. Lutem shumë faleminderit që kemi isha pjesë e këtij panelit me mendime edhe besoj që kjo do ngele dhe do ngolitë të thellë në mendjen time si një nga emisionet më të bukura dhe më fantastike që ndoshta kam projektuar ndonjëherë në karrierën time. Kështu që ju përshëndes të gjithëve. Renato i tha të gjitha, kështu që nuk poshtoj asnjë gjë. Do më mungoni, por mos më harroni. Edhe unë i falenderoj shumë Çuna, pavarësisht se kemi pas kështu mosmarrveshjet tona, po pa ata të dy, ky emision do ishte çik boring, me thënë të drejtën. Kështu që ju falenderoj shumë Çuna. Dhe falenderoj edhe shumë Arsenin aty mbrapa kamerave që nuk është lodh asnjëherë me budalliqet tona. Arsen, love you. Love you, Po për ne ti do jesh astrem. Ceni, pacim. Unë duhet lëvizjes jam të Blendi. Okej.